Nëse ti thu që neve na duhet një president që i thot stop ligjeve, stop raporteve me fqinjet, stop emrimeve, ti je duke thënë që mua po më duhet edhe një mekanizëm shtesë për t'ja vështirësuar qeverisjen. Ne kemi, le ta themi hapun, ky është vlerësimi im personal në fund të fundit, që kemi një lloj ndeshje në mes të dy botkuptimeve. Botkuptimi vetëvendosjes që konsideron që Kosova ka pasur nevojë për transformim, për ndryshime rrënjësore, që nga viti 2021 kur kemi fituar zgjedhjet e para në mënyrë plebiscitare, dhe një botkuptimi tjetër që përfaqësojnë partitë opozitare, që në Kosovë duhet të ketë vazhdimsi. Natyrisht, qeverisje mundësisht në përmirësim e sipër, por që boshti dhe modeli i qeverisjes duhet të thjesht të kaloj të vazhdoj në kontekstin e njëjtë me mendësi të njëjta e me, le të themi, qasje të njëjtë. Mbasi këto dy përfitime ka nevojë edhe për një debat më të thellë dhe më të gjerë shoqëror. Unë besoj personalisht vazhdimsi në kuptim të çkaje, vazhdimsi e korrupsionit e keqpërdorimeve, se na veç po folim po supozojnë me disa tjerma që nuk po i vendosim emra. Thonë, ama a është një lloj shantazhi, si më thoni, pa fundëm, që ushtrohet ose tenton të përhapet në publik që se ajrëfimi i 2025, unë thash me thonë me zhargon dhe gjuhë popullore vezi. Veç na, ju jeni tash 5 ose gati 6 vjet në qeverisje po i bëni. Sa ko duhet me përmend një shantazh të kalumës se kthehen ata të vjetrit, kur ju në bindjen tëm keni nis tashmë më bu të vjetër. Më thonë edhe a mjafton kjo, se më thonë me gjithë temat që ju i trajtoni ose intervenimet që i bëni në sfera të ndryshme shoqërore. Unë perceptimin e kam që në disa fusha si arsimi, shëndetësia, ekonomia, kështu me radhë, këto kanë mujt me u zhvillu paralelisht edhe nëse veprimet në veri sovranitete rujtje të rendit kushtetues në një farë forme ndodhin në një kuptim edhe ato avancohen, këto tjerat nuk i pengon kur gjë, se më thonë me ecë me u zhvillu. Po padyshim se nuk i pengon asgjë dhe tash është çështja e vlerësimit pastaj se në çfarë niveli është ecur, por ama gjithmonë për të ndërtuar kontrastin dhe për të ndërtuar dallimet në kuptimin e leximit më të qartë, përgjigjen segmentet ku pozicionet janë më të qarta të palëve. Dhe unë besoj që pikërisht dialogu me Serbinë dhe lufta kundër korrupsionit janë dy sferat ku botkuptimet janë krejtësisht të ndryshme. Opozita, partitë politike opozitare, jo domosdoshmërisht homogjene, sepse kanë dallime dhe ato njëra nga tjetra, kanë një të përbashkët në këto 6 vite, në këto 5 vite, realisht. E përbashkët atyre është pozicionimi kundër qeverisë Kurti. Por megjithatë në konceptimin e përgjithshëm edhe për funksionimin e shtetit të Kosovës kanë ato dallime nga njëra tjetra. Por ama në këto dy fusha ato konsiderojnë që për të parën ta kanë pasur një qasje që dialogu politik me Serbinë duhet vazhdojë në atë formatin cili kishte filluar në vitin 2011 dhe kishin besuar që shtrirja e zbatimit të kushtetutës në veri të Kosovës mund të bëhet vetëm nëpërmjet pajtimit të Beogradit zyrtar. Nuk mund të bëhet me veprime proaktive të institucioneve të Kosovës, por duhet të bëhet gjithsesi nëpërmjet dialogu që nënkupton dakordim të Serbisë, e për bindjen time, kjo qasje ka qenë edhe gabueshme dhe absurde, marrë parasysh edhe pretendimet dhe strategjinë politike të Serbisë në raport me Kosovën, sepse nuk është e mundur që Kosova të zë vend në veri të Kosovës me vullnetin edhe me pajtimin e Beogradit zyrtar. Dhe qasja që ka ndjekur qeveria Kurti, gjatë këtyre 5 viteve, sidomos do të thonë në 3 vitet të fundit të mandatit të kaluar, e vërtetoi dhe dëshmoi që politika edhe brendshme, po edhe relacioni me Serbinë është dinamike, nuk është deterministe, nuk duhet të bësh lëvizje, veprime të caktuara për të ndryshuar realitetin faktik atje, e cila padyshim që jep efekte pozitive në sferat ndryshme, nuk mund ta parashikosh krejt procesin në krejt le themi itinerarin, por që veprimet që ndërmerren gjithmonë të bazuara, të menduara, të planifikuara mirë dhe në një kontekst edhe gjeopolitik të caktuar
jep rezultate. Në anën tjetër, te segmenti 2, te lufta kundër korrupsionit dhe të konfiskimit pasurisë së pajustifikueshme, qasja e opozitës ose më saktë PDK-s është në fillimisht është mohuese, domethënë, sa për le të themi për nevojat e komunikimit politik dhe publik, por në anën tjetër, kur nuk fshihet dot, domethënë, pasurimi politikanëve e zyrtarëve të lartë të shtetit, duke qenë vetëm zyrtar të lartë shtetit, kjo ka shumë rëndësi me sqaru, ata kanë një çështje që amnistuese, le të themi. Ndaj çka, ndaj atyre që kanë përfituar paligjshëm. Ama zoti Rustemi, na kemi dëgjuar, domethënë për vite me radhë derisa keni ardhur në pushtet në 2021-ën për me bëu pikërisht të njëjtën. Thonë, ndoshta në një farmase edhe rezultati i 28 dhjetorit është një lloj konfirmimi se ajo 51% po është prapse prap. Është një lloj konfirmimi që bëjeni, domethënë se rrëfimi i madh ka qenë që hajna do të hynë në burg, pasuria e pajustifikueshme do konfiskohet e kështu me radhë, ama çfarë pengese ka që 5 vjet s'u bë ajo dhe prap hyn te kjo. Veç këto shkurt mandej kthehemi që mos më harrute veriu edhe kontrasti. Për të ndërlidhur edhe me aktualitetin, domethënë sepse ka shumë rëndësi edhe se si po shihet le të themi pozita e presidentit. Edhe nga ana e opozitës, e sidomos nga ana e PDK-s, me këtë ofertën respektivisht kërkesën e tyre që presidenti do të jetë propozimi i tyre dhe kundër kandidati do të jetë gjithsesi propozimi i PDK-s, ndërkohë që emrat nuk i prezantojnë, nuk i publikojnë dot dhe nuk i thonë deri në momentin e fundit. Domethënë ka shumë rëndësi se edhe pozita e presidentit apo shihet si mekanizëm shtesë në këtë pozicionin për të vështirësuar qeverisjen transformuese të vendosjes, të cilën po edhe përsëris kompi opozitare e refuzon, e mohon, domethënë si të panevojshme, sepse ka pozicionin për vazhdimsi, apo po shihet si një lloj pozicioni për të dhënë vendit vërtet një president të mbi palët, konsensual, jo partijak, që e garanton le të themi balancën edhe të pushteteve, po ndërkohë që e garanton edhe ekuilibrin politik në mes të partive politike. Një president, siç që a besoni zoti Rustemi që Glau Konjusa do të ishte mbi palët ose do ta ushtronte funksionin sipas asaj që lypet, si më thonë, me kushtetut. Edhe përveç që erdhëm të emri përveçshëm i zoti Glau Konjusa, supozimi jam tash është që në krejt ato diskutimet me partitë politike dhe ftesat e Albin Kurtit, kryeministrit, ishte që një lloj strategjie që mi vendos para një akti të krym opozitën, që ata me propozu një emën dhe si rrjedhoj me thonë me që ju keni emën partijak, edhe na kemi emër partijak edhe me vendos zotin Glau Konjusa. Shiko, nuk është çështja e zotit Konjusa, sa do të ishte mbi palë, domethënë. Për profilin që ka zoti Konjusa, edhe moderimin që ka pasur edhe sekretar kuvendi, edhe mund të ishte në masë të madhe i pranueshëm nga spektri i gjerë. Por nuk po e them për zotin Konjusa, është shumë rëndësi nga pozicioni i opozitës, nga pozicioni i në rastin konkret i kërkesës së PDK-s që presidenti më qenë nga radhët e tyre. Në një kontekst kur qeveria me 51% ka një orientim politik transformues. Domethënë, ka shumë rëndësi për çka e përdor pozitën e presidentit në rastin konkret opozita, nëse do të kishim një dakordim, po themi. Nëse ti thu që neve na duhet një president që i thot stop ligjeve, stop raporteve me fqinjet, stop emrimeve, ti je duke thënë që mua po më duhet edhe një mekanizëm shtesë për t'ia vështirësuar qeverisjen. Dhe ky është problem edhe për mundësinë e marrëveshjes edhe dakordimit.